A ki edhe thonë sa kështu francez, se kogja repën e mire kanë ata atje, atë njofin ata atje edhe e din. Ja, francez, jo. Po më kështu rrethëti që i njerë që shok të thmive, djemve për shamull. Po, është një pjesë e njerëzve që më njohin, por nësë është që kom tentu në erë me bo diçka në Francë me muzikë. Frangjisht a ke përvu në erë me bona një, jo. Se mu më pëlqen tepër se marrëvesh se kuptojnë frangjishtin, po qatë që i flenë mirë në rap, në hip-hop, ma mirë se kretë gjuhë tjera. Mas Amerikës, unë menaj që janë ma të fortë të perat francez, po që Robert, të kjo pjesa e tekstër, që po thonë, unë kom qef me shkru tekstët me kuptim. Në Francë mu ka duk që kom qa mi u thonë atyna, përdem. Se unë jom rritë në Kosovë dhe jom rritë me një mentalitet këtë tjetër, edhe së është që kum posë atë relacion me thonë, të bëjt diçka një kongë që... Ana e bashkëpunim me nëj repertatijet, ana edhe në kështu, si ide po të alo. Po, ide shumë e mire, kom menu, si bashkëpunim. Ti jeton që atje edhe në bude, të ke fundi edhe shqip një pjesë pak frangjisht, mu të i për më pëlqenë. A den që është funksionajnë në muzikë, unë edhe albumin e fundit që ta shë e ku më bo, unë jam i pamvarën. Së është që, do me thonë edhe bashkëpunimet i bëj veç kështu spontanesht, për shumë ty kom dëst e di që artist hajde e bojna. Nuk jam prej atyne që kom e kriju relacione me menagjera, edhe këtë album e kom pru si i pamvarën, që me orë një artist i risë, është që ma ka një. Do me thonë, a ki kanë me falenderu, do me thonë, për këtë qëtë projekt të rishtë, ashtë qëtë album, kush janë bashkëpunëtor të krejtë? Bashkëpunëtor di edhe ta i kom falenderu edhe personalisht, edhe ty po të falenderoj për bashkëpunimin, po mas shumë ti du me i falenderu njerëzit për që e kam prit albumin. Thonë që kjo për mu kone enigma, pe bëj një album për qefit tam, po që shko mu prit, dhe plus një kodë gotë pa bu shumë muzikë, edhe jam shumë i knoqur me qatë feedback-u, me thonë i falenderoj njerëz që më kam vlerësu maksimalisht. I kom po edhe komentet dhe këtë, edhe e di i ki do fonë sa kështu ta manë që e dojnë repin. Sot më the që ke ardhë prej gjirimeve, qka jetu punu me dhe me kanë? Prej që e kom lëshu albumin, do me thonë jam të i gjiru videoklipet e krejtë kongë, do me thonë kom i nëzirë videoklipet e albumit, do me thonë se cila kongë kom e pos videoklipin e vetë. Bashkëpunim ki me Kreshën? Kreshën Festimin, sot kom gjiru me këta dy. Okej. Do me thonë, për çdo ditë kom pos gjirime. Me trimin a ke bo? Në qëtë album? Po, 3 kongë kom me 3 kongë. Super. Santi? Besne ka kone e reper 3 që po ta mush synin. Edhe që të vitë ma bojnë s'pidi, kush janë bashkë 3-3, ja vëden. Se sumet i riku, po që të vesën se ju ki vjetër, tash dojnë me ditë. Po shko potencial, se kemë me vrenë. Po dolin në stop edhe... Ka repera shumë, me vequ në një se kësha vequ, se isha dollë shumë fejkerë, se shiko mu ashtu që me mujtë me vlerësua, vëden. Po ka të mirë shumë, po i shopër zë ditë që po dolin. A kishim shku me kongën, me projektin që e kemi bo bashkë titullin që shëka, Uki Vjetër. Uki Vjetër. A dhe na qëmë dy ojqit